Çfarë aksioni Sot kemi ndërmarrë një aksion për gjithë subjektët lavazhe për ndërprerjen e ujit të pishëm. Duke u bazuar dhe në VKM-n që na ka ardhur si drejtori rajonale një urdhër të brendshëm që kemi për sa i përket kësaj pjese, asnjë lavazh, asnjë subjekt lavazh nuk do të furnizohet më me ujë të pishëm. Ky aksion ka kohë që ka vazhduar, do të vazhdojë dhe në vijim, pra deri në momentin që ne do kemi çdo subjekt të ndërprerë nga rrjeti i ujit të pishëm. Çfarë rekomandim, çfarë ujë do? Atëherë, pronarët e lavazheve, edhe nëse kanë puse aktualisht, do pajisen me leje për sa i përket puseve tek Agjencia Menaxhimit të Burimeve Ujore. Dhe nga ky moment mund të funksionojë normalisht. Patjetër, nga ky moment ata mund të funksionojnë normalisht. Njësitë të tjera operative? Patjetër. Kemi filluar me Durrësin, do fillojmë me njësinë e Shijakut, Xhavzotaj, Kavajën, Golemin, Krujën, Fushkrujën, pra e gjithë zonat administrative që kanë nën varësi ujësjellës kanalizimit Durrës.